të mos mbetet në status quo, nëse vazhdohet me këtë logjik të gjetjes së artificeve, preteksteve, jo duam në nënshkrimin e Vučićit, kjo logjik, kjo është në favorin e Serbisë, sepse kultivon status quo. Në momentin që është pajtu me marrëveshjen franko-gjermane, do thotë ka marrë obligime, pavarësisht kërkesave për nënshkrim që janë refuzuar nga pala serbe, dhe pavarësisht faktit që Serbia ka dërguar letër në Bruksel ku refuzon praktikisht gati në tërësi marrëveshjen franko-gjermane, unë mendoj se Kosova është dashur të përmbush obligimet e veta dhe të dalë me tezën që ne nuk kemi çfarë të bisedojmë më me Serbinë rreth kësaj marrëveshje. Do ta përmbushim, por jo në komunikim me Serbinë, sepse nuk ka çfarë bisedon me Serbinë. Serbia ka pranuar një marrëveshje